Nuk ka përsëritje të votimeve në Lezhë, Gjirokastër, Kukës dhe Korçë. Kolegji zgjedhor vulosi rezultatin e 11 majit për këto 4 qarqe, duke rrëzuar padinë e Partisë Demokratike për pavlefshmëri me argumentin se është e pabazuar në ligj dhe në prova. Në zbatim të nenit 158 pikat 2 dhe 3 të tij, vendosi rrëzimin e paditësit të pambështetur në prova dhe në ligj. 2. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë, dhe 3. Vendimi është i formës prerë e ndaj tij nuk lejohet ankim. Trupa gjykuese nuk u bin nga pretendimet e demokratëve se gjatë procesit zgjedhor ka patur parregullsi, është përdorur administrata shtetërore apo është manipuluar votimi nga jashtë. Si provë, përfaqësuesit e opozitës sollën raportin paraprak të OSBE-ODIR, por socialistët argumentuan se kodi zgjedhor nuk e parashikon këtë si provë dhe përsa kohë nuk ka patur asnjë kontestim apo parregullsi të evidentuar, qoftë edhe në një qendër votimi në këto 4 qarqe, nuk mund të flasim për pavlefshmëri. Kolegji është hallka e fundit ku ankimohet rezultati i 11 majit.